Fjala sot. Moria. Përshëndetje dhe mirë se vini në këtë seri programesh nga pastorët Paul dhe Doug Schroeder nga shërbesa Fjala Sot. Dhe fjala për sot është Moria. Ndoshta për shumë për jush, kjo është një fjalë e panjohur e ndoshta shumë të tjerëve që e kanë lexuar Biblën, por dhe Kur'anin, u kujton diçka. Moria është emri i një mali që ndodhet në Izrael dhe në mendjen e besimtarëve ai shoqërohet me vënien në provë të besimit të Abrahamit nga Perëndia. Na ndiqni në programin tonë të sotëm për të mësuar më shumë për domethënien e jashtëzakonshme të këtij mali që edhe sot tërheq shumë vizitor nga e gjithë bota. Është ndoshta një nga historitë më të bukura, e cila mbart një mesazh të fuqishëm për të gjithë ne sot. Duke qenë se kam shkuar shumë herë në Izrael, është kënaqësi për mua që kur lexoj shkrimin, të sjell ndërmend pamjen e një prej maleve të Izraelit. Kur lexoj për provën e Abrahamit në malin Moria, apo për Krishtin dhe shpëtimin ton që ndodhi në malin Sion, gjithmonë ndjej një kënaqësi të veçantë. Në fakt, Izraeli nuk është një vend malor, por më shumë një shkretëtirë kodrinore, gjysmë e thatë. Por në disa nga programet tona do të flas për malet e Izraelit. Sot do të fillojmë me malin Moria. Ai është vendi i provës së Abrahamit, vendi ku Perëndia donte të provonte dhe të shikonte se deri në çpik Abrahami do ta ndiqte drejtimin e Zotit. Kështu, ai i bëri Abrahamit një kërkesë të tmerrshme. I kërkoi të flijonte birin e tij, Isakun. E pa imagjinueshme, apo jo? Por, kur ta kuptoni historinë, kjo kërkesë do t'ju duket më e logjikshme. Në këtë program, do të përqendrohem vetëm në një pjesë të këtij rrëfimi të gjatë për Abrahamin nga libri i Zanafillës. Le të shohim kapitullin 22 të tij, duke filluar nga vargu i parë, në të cilin thuhet: Mbas këtyre gjërave, Perëndia e vuri në provë Abrahamin dhe i tha: Abraham, ai u përgjigj: Ja ku jam. Dhe Perëndia tha: Merr tani birin tënd të vetëm, atë që ti do, Isakun, shko në vendin e Moriahve dhe sakrifikoje në një nga malet që do të tregoj. Ne as mund ta imagjinojmë se çfarë do të thoshte kjo për Abrahamin. Si prindër, ne do të jepnim jetën për fëmijët tanë. Mirë po, ja ku jemi, përballë një Perëndie që e adhurojmë dhe e quajmë më të rëndësishmin në jetën tonë, që thotë: Flijo fëmijën tënd për mua. Kjo tingëllon e tmerrshme, sidomos duke pasur parasysh se ne predikojmë ungjillin e shpëtimit të Jezusit, birit Perëndis, i cili u dërgua, por le të ndalemi pak këtu për një moment. Perëndia dërgoi dhe sakrifikoi birin e tij të vetëm. Besoj se tani fillua ta kuptoni lidhjen midis historisë së Abrahamit dhe sakrificës së Krishtit për mëkatet tona. Dëgjoni, vënia në provë e Abrahamit është në një farë mënyre një paralajmërim për provat që Perëndia do të na vërë të gjithëve në një formë apo në një tjetër. Nëse themi se e duam Perëndin, nëse themi se i besojmë atij dhe se ai është gjëja më e rëndësishme në jetën tonë, atëherë mund të jemi të sigurt se her pas here do të vihemi në provë. Perëndia do të kujdeset që kjo të ndodhë, që besimi ynë të sprovohet dhe të forcohet. Në rastin e Abrahamit, prova ishte të flijonte birin e tij, Isakun. Siç thuhet tek Zanafilla, ai ishte biri i tij i vetëm. Në fakt, Perëndia ja kishte premtuar Isakun Abrahamit 25 vjet më parë, kur ai ishte 75 vjeç, ndërsa gruaja e tij, Sara, ishte 10 vjet më e re se ai. Në moshën 75 vjeçare, Perëndia i premtoi Abrahamit se do të kishte një djalë dhe se përmes tij të gjitha kombet do të bekoheshin. U deshën 25 vjet që ky premtim të përmbushej. Gjatë kësaj kohe, Sara mendoi se ndoshta konkubina e Abrahamit, Agari, mund të mbetej shtatzan dhe të lindte një fëmijë. Kështu lindi Ismaeli. Sidoqoftë,
shkrimi është shumë i qartë se synimi i Zotit ishte që Isaku të ishte biri i premtimit. Prandaj tek Zanafilla 22, Perëndia e thekson në mënyrë të qartë këtë: merr tani birin tënd të vetëm, Isakun. Ai ishte biri i Abrahamit dhe i Sarës. Në kohën kur Perëndia bëri premtimin, rreth një çerek shekulli më parë, ai i foli edhe Sarës dhe i tha se ajo do të lindte një djalë. Kështu, Sara dhe Abrahami lindën djalin e tyre, Isakun. Nuk na thuhet saktësisht sa vjeç ishte Isaku në atë kohë, por padyshim, ai duhet të ishte mjaft i rritur për të ndërmarrë një udhtim me Abrahamin. Ata shkuan në malin Moria, aty ku Zoti kishte kërkuar Abrahamit të flijonte Isakun. Tani, ky mal, ashtu si shumë male në Izrael, nuk ishte shumë i lartë dhe nuk mbulohet nga bora. Ka vetëm një mal në Izrael, mali Hermon, që ndodhet rreth 65 kilometra në veri të Jeruzalemit, ku bora nuk shkrin në pjesën më të madhe të vitit. Disa mendojnë se kur Jezusi mori 3 ndjekësit e tij në një mal të lartë, ku transformua por t'ju zbuluar atyre në lavdinë e tij, ai mal mund të ketë qenë Hermoni, por nuk jemi plotësisht të sigurt për këtë. Gjithsesi, le të kthehemi tek mali Moria. Sot, tradicionalisht, mali Moria konsiderohet vendi ku ndodhet Dome of the Rock, xhamia me kupë të verdhë në Jeruzalem, e ndërtuar rreth vitit 691. Ky është vendi ku Abrahami do të flijonte birin e tij, Isakun. Nuk dihet me siguri 100%, por e dim se ishte në atë zonë, sepse shkrimtari i librit të dytë të kronikave na thot se mali Moria ndodhej në Jeruzalem. Kështu, Abrahami shkoi atje dhe ishte i gatshëm të përballej me provën. Është vërtet mahnitse që ai ishte i gatshëm t'i besonte Perëndis deri në atë pikë sa të ofronte birin e tij si flijim, vetëm për të treguar bindjen e tij ndaj Zotit. Në librin e Hebrejve, në Dhjetën e Re, një letër e shkruar kryesisht për judejt, na tregon se çfarë kishte Abrahami në mendje gjatë kësaj prove, dhe kjo hedh dritë mbi besimin e tij të jashtëzakonshëm. Hebrejve 11 vargu 17 thot: me anë të besimit, Abrahami, pasi u vu në provë, ofroi Isakun. Vini re që thot ofroi, jo flijoi. Abrahami nuk e vrau Isakun. Kur ngriti thikën për të vrarë djalin e tij mbi altarin që kishte ndërtuar, një angjëll i Zotit e ndaloi dhe i mbajti dorën. Zoti e ndali sakrificën dhe siguroi një dash që ishte ngatëruar në një kaçube aty pranë. Ashtu siç kishte premtuar, Perëndia vetë siguroi flijimin. Duke u kthyer sërish te libri i Hebrejve, shohim se Abrahami, i cili kishte marrë premtimet nga Perëndia, ishte gati të flijonte birin e tij të vetëm, edhe pse Perëndia i kishte thënë: "Te Isaku do të quhet pasardhja jote, që do të mbaj emrin tënd." Isaku ishte biri i premtimit, fëmia përmes të cilit Perëndia do të krijonte një kombë të madh, siç i ishte premtuar atij. Nisur nga ky premtim, Abrahami mund të ketë arsyetuar se nëse Perëndia kishte premtuar që pasardhësit do të vinin përmes Isakut dhe tani i kërkonte ta flijonte, atëherë Perëndia duhet të ishte në gjendje ta ngjallte Isakun prej së vdekurish. Kjo është ndoshta e vetmja arsye logjike pse Abrahami shkoi deri në atë pikë. Ai besonte thellësisht se Zoti ishte besnik ndaj fjalës së tij dhe se fuqia e tij shkonte përtej vdekjes. Mirë, kjo është një histori jashtëzakonisht e fuqishme, por është vetëm një parathënie, një pamje e pjesshme e asaj që Perëndia do të bënte më vonë përmes birit të tij, Jezu Krishtit. Në rastin e Abrahamit, Perëndia e ndaloi flijimin, Isaku u kursye, por në rastin e Jezusit, biri i dashur i Perëndis nuk u kursye. Ai vdiq në kryq. Ai dha jetën e tij. Perëndia nuk kërkoi të flijojë fëmia i dikujt tjetër. Ai dha birin e vet. Kjo është ajo që e bën dashurinë e Perëndis kaq të thellë, kaq të jashtëzakonshme. Dhe pikërisht për këtë arsye, është e rëndësishme që ju ta pranoni Jezu Krishtin si Zotin dhe shpëtimtarin tuaj, sepse vetëm përmes tij mund të përjetoni plotësisht këtë dashuri, këtë falje dhe këtë jetë të re që Perëndia ju ofron.
Perëndia që na ka dhënë vetë jetën, që ka falur mëkatet tona dhe ka dhënë më të mirën e tij, birin e tij të vetëm lindur, e bëri këtë për të na shpëtuar. Dhe pikërisht për këtë arsye, në letrën e drejtuar Romakëve kapitulli 8, na thuhet se Perëndia do të na jap të gjitha gjërat për shkak të Jezu Krishtit dhe se asgjë nuk do të jetë në gjendje të na ndajë nga dashuria e tij. As vdekja, as jeta, as e tashmja, as e ardhmja, as ndonjë forcë tjetër. Kjo dashuri është e siguruar për ne në Jezu Krishtin, Zotin ton. Perëndia nuk i ka kërkuar askujt prej nesh të flijojë fëmijën e vet. Ai vetë bëri sakrificën. Ai dha nga vetja e tij, dha birin e tij të shtrenjtë, që ne të mund të jemi të falur, që ne të marrim faljen dhe shpëtim që vetëm ai mund ta jap. Prandaj, e falenderojmë Zotin, Perëndinë e plot fuqishëm, që me dashurinë e tij të pafundme dha birin e tij për shpëtimin ton. Ai e bëri këtë për ne, që të kemi jetë dhe jetë me bollëk. Miq të programit ton, ajo që ndodhi në malin Moria ishte një parathënie për një nga ngjarjet më të mahnitshme në historinë e njerëzimit. Kryqëzimin e Jezus Krishtit dhe vdekjen e tij për mëkatet tona, në mënyrë që ne të pajtoheshim me Perëndin. Abrahami i besoi Perëndisë dhe Perëndia siguroi për të dashin e flijimit. Por vetë Perëndia sakrifikoi shumë më shumë për ne. Ai sakrifikoi birin e tij të vetëm lindur, Jezus Krishtin, që ne të kemi jetë të përjetshme. Për të mësuar më shumë për këtë dhe nëse doni të mësoni më shumë për Jezusin, na shkruani në adresën tonë postare TWR Albania, kutia postare 130 Tiranë, ose në email twralbania@gmail.com. Këtë program mund ta dëgjoni në YouTube në kanalin TWR Albania, playlista Fjala Sot.